Në mjediset e qendrës Yunus Emre në Prizren, sot maturantët e shkollës Marif në Prizren në përkujdesin e mësimdhënësve Ekrem Pretini dhe Albana Sallauka, sot kanë hapur ekspozitën në gjurmët osmane në Kosovë me moton Trashëgimia që na bashkon. Për këtë ekspozit folën së pari profesor Dr. Orhan Efendi Pislimaj, i cili ka folur për këtë trashëgimi duke u përqendruar edhe për Prizrenin historik dhe pastaj vazhdoi edhe për mektebet e para që ishin në Kosovë. Përmes këtij projekti let qenësohet edhe kontributi i perandorisë osmane në trevat tona, por edhe këto institucione që ne, këto objekte të trashëgimisë kulturore që ne sot i kemi këtu, le të dihet vlera, sepse nuk na kanë pikë prej qiellit, e kanë një historik, dhe në realizimin e këtyre objekteve sot na duhet t'i kujtojmë me pietet gjithë ata burra gra që kanë lënë histori, kanë kontribuar në ndërtimin e objekteve, në funksionalizimin e tyre. E di që nuk janë përmend me emër, po na kemi për shembull trashëgimin kulturore, gjurmët e periudhës osmane në trevat tona, nuk i kemi vetëm në objekte, po i kemi edhe në arsim, edhe në edukim, edhe në kulturë. Tre mektebet e para janë pikërisht në atë periudhë. Tash këto kujtojmë mektebin e Sinanudin Çelebiut në Ohër të vitit 1491, mektebin e Isak Çelebiut në Manastir të vitit 1508, po kemi edhe mektebin e Suzi Zerrinit, tash këtu xhamia e Suzis nuk e di a është prezantuar apo jo, që të vitit 1513, po i përmend qëllimisht sepse përbëjnë celulat e para të arsimit shqip në trojet tona. Po kështu për ekspozitën folën edhe Reis Berisha nga Medresia Gjakovës, pastaj ka folur edhe kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prishtinë, Ethem Sopjani. Ajo vazhdoi që të jetë vatër e diturisë, e shkencës dhe lëmive të ndryshme. Prandaj edhe ndjehemi krenar që sot jemi duke shërbyer në atë vend që t'ju dhurojmë brezat e arshëm edhe hafizat e tjerë. Dhe elhamdulillah, pavarësisht që shkollat tjera janë duke rënë nga numri i nxënësve, mirëpo medreseja jon ose instituti i Hifzit është duke u rritur dita e ditës. Dhe elhamdulillah sot ato kemi 30 nxënës vazhdimisht që janë duke mësuar Kur'anin përmendësh. Dhe inshallah kështu do të vazhdojmë edhe më tutje. Kemi shumë punë dhe angazhime të përbashkëta që ne të bëjmë hulumtimin, por edhe të bëjmë mësimet dhe gjurmimet të ndryshme nga osmanët të cilët na i kanë lënë në trevat tona. Ne i kemi fotografitë të cilët i shohim gjurmët e atyre njerëzve të cilët kanë dhënë kontributin që ne sot t'i gëzojmë me këtë ekspozit, por të njëjtën kohë edhe të afrojmë mundësinë që t'i dimë edhe më së afërmi për gjitha këto kontribute të cilët i kanë dhënë të parët tonë. Po të them një gjë se me 6 maj të vitit 2016 i kemi hapur edhe xhamin në Prishtinë, Jashar Pasha, ndërtuar në vitin 1834, kurse sot i kemi 10 vite të cilët fillojmë me restaurimin duke e falenderuar edhe një herë ambasadën turke edhe organizatën tika të cilët na kanë bërë krenar dhe që sot i kemi gjitha këto të mira. Për këtë ekspozit dhe për trashëgimin dhe gjurmët osmane ka folur edhe Kurtish Hoxhaj, duke falenderuar të gjithë ata që na lanë gjurmë në këtë trashëgimi. Jemi mundu me dhënë një kontribut sa do pak të vogël të gjeneratat të cilat do të vinë pas nesh për me kujtu se çfarë vlerat të trashëgimisë neve kemi, të cilat i kemi trashëgu brez pas brezi, që edhe kemi obligim ja përcjell edhe gjeneratat që na vinë pas. Shpresoj që programet të tilla të bëhen më shpesh dhe të dëshmohen gjurmët e trashëgimisë dhe të kulturës të cila na bashkon, dhe neve t'ja prezantojmë edhe gjeneratave tjera të cilat do të vinë pas nesh, që edhe na jemi pjesë e këtij karvoni të hershëm të cilin na kanë lënë nga gjurmët osmane. Në këtë ekspozit ishin edhe konsulla i Turqisë në Prizren, Fatih Topçu, nënkryetari për komunitetin në komunën e Prizrenit Furkan Bytyq, si dhe prori Kublilaj Bostimir nga Kfori Turk në Prizren. Mysafir të tjerë si dhe maturant që kanë përgatitur këtë ekspozit. Rizam Holding,
Fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.